Vora dhe Elbasani i japin jetë njërës prej 5 sfidave që transmetohen ekskluzivisht këtë pasdite në rrjetin e radio televizionit shqiptar. Ju përshëndes miq të RTS, jemi me pamjet live nga Vora, aty ku skuadra vendase do të kërkoj padyshim 3 pikër për të vazhduar të shpresoj sa i takon luftës për mbijetesë që po zhvillohen së bashku me Bylisin, Tiranën apo dhe me Flamurtarin. Nga ana tjetër Elbasani që vjen pas fitores së rëndësishme në javën e kaluar përballë Vllaznisë, synon të ruajë kryesimin. Këta janë 11 lojtarët e zgjedhur nga Arjan Bellaj për vorën e tij në sfidën e sotme, konkretisht Ariza në port, më pas mbrojtja me Vrapi, Shej, Çibujke dhe Zuna, me sfusha me Kashari, Dalipi dhe Barjamaj, ndërkohë që Kasalla dhe Daka mbështesin Luis Felipe në sulm. Nga ana tjetër Elbasani vjen me shumë ndryshime, duke filluar nga porta ku është as të Toshi dhe as Jana Çek, por Iriu Gega që debuton sot mes shtyllave, më pas Lila në mbrojtje së bashku me Mustën, Arsen Kasën dhe Klevis Kasën, me sfusha me Boje, Qose dhe Ibrahimi, kurse Bunjaku dhe Diallo mbështesin Gomez. Këta janë gjyqtarët e ndeshjes, me kryesor Ermis Çela nga Vlora, ndërkohë asistent të tij janë 2 Tiranas, Arbërzalla dhe Ergjys Spaju. Gjyqtari 4 të Laveralla, ndërkohë që Mario Kërtusha është delegati nga Durrësi, kurse në VAR që e pam pak çaste më parë është Kreshnik Capi nga Fieri së bashku me Klodian Shahinin. Ka nisur kjo sfidë me topin e parë që është kelmuar nga Vora. Ka një faull në mesin e fushës. Goditje dënimi për miqt nga Elbasani. E merr përsipër Klevis Kasa. Top në zonë, largohet me kokë nga Çibujke. Edhe një gulmojnë ata të Elbasanit. Topi që largohet në këtë moment, por vazhdon skuadra mike të përpiqet. Largohet topi më pas nga ekipi i Vorës, konkretisht nga Dajan Shej. Edhe njerë mund të organizohen futbollistët e Elbasanit. Lila në të djathtë, më pas edhe njerë tjetër topi tek Arsen Kasa që e hap sërish tek Musta, i cili detyrohet sot luajsi qendërmbrojtës për shkak të emergjencës në prapavi të Elbasanit. Njëri Arsen Kasa me këtë top në të majt. Nuk merret vesh aty Klevis Kasa me Ibrahimin, gjithsesi edhe njëri tjetër janë verdhe blut që sot luajnë me fanella të bardha që qarkullojnë topin. Rivonian Sori që i takon në këtë moment skuadrës së Vorës. Zuna me duar. Shem edhe Ivan Vozdenovic, trajnerin e suksesshëm deri tani në krye të Elbasanit, jo më kot gjendet në vendin e parë skuadra verdhe blu. Ka pasur një ecuri mjaft të mirë, sidomos në javët e fundit, duke arritur kulmin me fitore ndaj rivalit direkt Vllaznisë. Çibujke e kthen tomin tek Arizaj. Dajan Shej nuk gjen dot Kasharin, edhe njerë mund të sulmoj Elbasani. Edhe njerë përpiqet aty skuadra mike, por është ndalur gjithçka nga ana e vorakëve, të cilët tashmë
mundohen të organizohen. Ky top për Vrapi në të majt. Arkimi i drejt qendrës dhe realizon skuadra e Vorës, vetëm 4 minuta lojë dhe vjen goli i Vorës. Dario Daka ka realizuar. 1-0, minuta e 4. Kalon shumë shpejt në avantazh Vora. Ishte një top nga e majta e lëshuar në zonë nga Vrapi. E më pas e shfrytëzoi aty mjaft mirë Dario Daka, numër 24. 1-0 për Vora. Shojmë dhe njerë përsëritjen e aksionit, një prekje e lehtë nga ana e Dakas që është devijuar drejt portës. 1-0 Vora. Do të nis tashmë gjithçka nga mesi i fushës. Gomez nuk i del pastimi, edhe njerë rikuperon topin Kasala. Ka faul ndaj shënuesit më të mirë të Vorës, autori 9 golave, i 10 golave, bëjmë një korrigjim. Luis Felipe me kokë, pas ka një ndërprerje të lojës nga gjyqtari Qele, cili ka vënë re një pozicion të parregut të lojtarëve vorak. Musta, Qose, e merr topin aty, Luis Felipe. Felipe i vjen me shpejtësi dhe e merr topin numri 8 Ibrahimi. Njerë përpishet Gomez, del fitimtar qendërmbrojtësi i Vorës Çibuike, i cili ka fituar edhe një goditje dënimi. Kapiteni i Vorës Barjamaj, që merr përsipër ekzekutimin e kësaj goditje dënimi. Vjen vëshëllima. Topi drejt zonës, largon me kokë Musta, edhe njerë tjetër arkim drejt zonës, era dhe me kokë Kanderir Ibrahima. Diallo, shojmë ka një tjetër faul ndaj lojtarëve të Vorës. Tjetër goditje dënimi. Pranë topit është Vrapi dhe Barjamaj. Është larguar Vrapi, e ka marrë përsipër sërish Barjamaj, ekzekutimin e goditjes së dënimit. Barjamaj pa problem. E preta të top portieri Gega, që kujtojmë edhe pse 22 vjeçar, e ka ndeshjen e parë në Abisnet Superiore me Elbasanin. Kjo si pasojë
pa disponueshmërisë së dy portierëve të parë, nëse mund t'i quajmë kështu, të Elbasanit, si Janacek ashtu dhe Totoshi. Janacek i dëmtuar, Totoshi i pezulluar me karton. Gjithashtu të pezulluar tek Elbasani janë edhe Azemovic dhe Olberkis, dy qendërmbrojtësit. Paruar edhe dëmtimin e Bruno Lulajt. Ka një moment çekuilibrimi aty Arizaj. Edhe një mundësia tashmë për Elbasanin. Dalet ai top, Çibuike e largon me kokë, por sërish janë miq që qarkullojnë sferën. Largohet si përfundim gjithçka aty nga hyra e zonës së Vorës, më pas ka një ndryrë të parregullt. Tjetër goditje dënimi për Vorën, kur kemi lënë pas gati 10 minuta lojë. Ka një problem që gjithsesi duket i kalueshëm për portierin e Vorës, Harizaj. Edhe njerë ky Arkimi vrapyt, topi për Dakan. Daka tregon mjeshtrinë e tij më pas pasimi dhe kjo tentativë e Luis Felipe që nuk gjen kuadratën e portës. Shumë pranë një tjetër goli skuadra e Vorës. Shëm dhe njerë tentativën e Luis Felipes. 4 gola për të deri tani me Vorën. Deklaruar se do të dëshironte të shënonte përballë Elbasanit sot. E kishte një mundësi, edhe një herë tjetër shohim Kasalla ka rivituar atë top. Më pas arrin t'ia marrë numër 27 Bunjaku, i cili e kthen tek Kasa, më pas qarkullojnë topin në futbollistët verdhe blu të Elbasanit, qose për Ibrahimin. Edhe njerë pasimi tek qose Diallo. Arkimi ti drejt qendrës së zonës, largohet nga ana e mbrojtësve të Vorës. Pas edhe njerë Daka mes dy kundërshtarëve, ja merr topin pikërisht Bunjaku. Klevis Kasa, pasimi tek Ibrahimi, edhe njerë është Kasa i mbrojtjes tashmë që ka lëshuar këtë top drejt Gomesit që e ka humbur. Mundësia tashmë për Vorën. Ka larguar topin Kasa. Çibuike. Edhe njerë qarkullojnë topin me Kasharin Burakët. Pasimi prapa tek Arizaj.
Një Çibujke për Kasharin, i cili e kthen prapa tek Harizaj. Topi që del jashtë, vënësori që takon Elbasanit. Lila me duar. E dërgon përpara drejt Gomez. Pas se kontrollon topin Çibujke. Vrapi sërish për Çibujken. Vrapi më pas tenton të kombinoj me Luis Felipen, por shumë i fort pasimi. Topi del jashtë. Dhe njerë Lila me duar. Gomez. Ibrahimi tenton të nisë dhe njerë Diallo, por kontrollon gjithçka aty Vrapi, i cili e lë topin të dalë i jashtë. Rivënë fundore për Vorën. Dy fitore të Elbasanit dhe një e Vorës. Është bilanci i sfidave të këtij sezoni mes këtyre dy skuadrave. Vora ka fituar ndeshjen e fazës së parë 2-1 në Elbasan, më pas dy fitore të Elbasan Llinëve. Shohim këtë mundësi të Kasalla. Ka dalë jashtë kuadratit Gjuajtja. Provoi të befasoj portierin Gega Kasalla. Topi lartë me kokë qosa. Pas provon aty Diallo. Dalipi për Dajan Shi, më pas Çibujke. Harizaj. Dajan Shi. Harizaj sërisht. Barjamaj tek Çibujke. Kasalla dhe njerë për Barjamaj. Dajan Shi. Daka. Sërish Shi për Barjamaj. Dalipi për Çibujke. Kashari. Zuna për Barjamaj. Vrapi. Pasimi tek numri 10 Kasalla që depërton nga e majtë. Topi më pas drejt qendrës, nuk shkon tek Luis Felipe. Vazhdon gjithsesi aksioni, por ndërpritet gjithçka nga një ndërhyrje e Kasas. Qosa për Klevis Kasën. Lila depërton nga djatha. Edmond Bledar Lila, pasimi për Diallo, ju në zona i Diallo. Më pas shumë i lehtë topi që shkon në zotrimin e portierit Harizaj. Dalipi. Çibujke për Vrapin. Thon Jurgen Vrapi, detyrohet ta kthejë topin edhe një herë prapa tek Çibujke. Ai fton dhe portierin Harizaj. Sërish Dajan Shi. Kashari me këtë top në thellësi drejt Dakas. Në zonë Daka, Daka gjuan, bllokoi gjuajt e tij nga ana e Klevis Kasës. Do të kemi goditje nga këndi.
E merë përsi për Jurgen Vrapi këtë goditje nga këndi. Arkimi drejt zonës direkt në duart e portierit Gega, por ka pasur edhe një dalje të topit me sa duket jashtë vijave fundore. Ka një faul të Dakas. Shem dhe njerë dëryrën e autorit të golit ndaj Ibrahimit të Elbasanit. Lila arrin të kaloj Vrapin, edhe njerë Lila. Slalom i ti mes dy kundërshtarëve, nuk kalon dot Vrapin. Qibujke prapë të Kariza i për Shen. Barjamaj prapë të Kariza edhe njerë Qibujke. Kashari. Barjamaj. Kasala. Shehi. Barjamaj këtë top në thellësi për Zunën, për shumë i fort, ka dalë portieri Gega. Arsen Kasa. Qose sërish për Arsen Kasën. Pasimit tek Diallo. Pas Ibrahima sërish për Diallo. Nuk shkon ai top drejt qendrës, është ndalur nga Qibujke. Goditje nga këndi për Elbasanin. Vjen arkimi nga Flamuri, drejt shtyllës së dytë, shumë i fort. Përfundon direkt jashtë. Hariza me këtë top të lartë për para. Drejt Kasalës, më i shpejt dhe më i sakt tregohet me ndërhyrjen e tij Lila. Edhe njerë Vrapi. Ka faul ndaj Kasalës. Kashari kombinon me Qibujken edhe njerë topi prapë të Karizaj. Qibujke. Sërish Tarizaj. Përsëri portieri i Vorës me topin në zotërim, teksa kemi lënë pas 22 minuta lojë. Vora është në avantazh përballë Elbasanit. Falë golit të shënuar në minutën e 4 nga Daka. Njëra Arizaj. Ka bundërsisht portieri, mundësia të shmë për Elbasanin.
Qosa për Ibrahimin. Arsen Kasa. Lila, ky top drejt zonës. Lexohet gjithçka nga ana e Çibujke. Pas vrapje e largon për para, por në një zonë ku nuk ka asnjë lojtar të Vurrës. Musta që kthen prapa. Edhe njërë Emiliano Musta. Arsen Kasa. Gomes. Sërish për Arsen Kasën. Edhe ai është detyruar të rishet në qendrën e mbrojtjes, ashtu si Emiliano Musta. Shohim këtë depërtim tashmë të Kasallas. Kasalla. Gjuajtja e Kasallas bllokohet. Gjuajtja fillestare tashmë vazhdon edhe një herë ngulmon Irgi Kasalla. Është bllokuar nga Emiliano Musta gjuajtja e tij. Sërish Kasalla arrin të fitojë një rivënie anësore. Preka e fundit të topit ishte Diallo të Elbasanit. Teksa shohim një përsëritje në goditjes Irgi Kasallas, autori 10 golave deri tani në 33 javë të kampionatit. Një nga 3 shënuesit më të mirë të Abisnet Superiore. Ka një ndryrë aty, por që nuk është konsideruar e parregull nga ana e gjyqtarit Çele. Mundësi kundërsulmi tashmë për Elbasanin. Qose kombinon me Diallo, më pas nuk merret vesh Diallo me Bunjakun, edhe një herë ngulmon Elbasani, ky topi Klevis Kasës që deli jashtë, nuk shfrytëzohet nga askush. Çibujke. Topi gjatë i tij në kërkim të Luis Felipes, kontrollon gjithçka Musta. Lila. Dalet me faull nga Kashari. Godit dënimi për Elbasanin. E njerë loja që është vendosur në të majtë tashmë me bojë Klevis Kasa, topi për para, nuk arrin do ta kontrolloj Ibrahimi, pas ka ndërhyrë Shej. Top në zonë, nuk arrin do të Gomes ta vendos në zotërim, edhe njerë ngulmojnë ata të Elbasanit, por largohet topi nga ana e Kasharit. Gega edhe njerë për Arsen Kasën. Emiliano Musta. Sërish Musta, prapa topi tek Arsen Kasa. Lila. Gabon më pas skuadra Elbasanase. Edhe njërë Arizaj. Shej. Dalipi. Të përkëthyrë dhe njerë prapa tek Arizaj. Me kokë Luis Felipe.
Kasalla. Vrapi. Dhe njerë këtë top në dhesi drejtë Kasallës. Ka 2 kundërshtar për balë, nuk arrin do të pasoj. Mund të dalë në kundër sulm tashmë Elbasani. Lila. Ibrahimi për Qosen. Boje Qose dhe njerë për Kleviskasën. Bunjaku. Ja bon tërsisht a i edhe njerë ngulmon në skuadra Elbasanëse. Ibrahimi. Arsen Kasa. Këtë top drejt Kleviskasës. Nuk i del pasimi ati, më pas është zona që debërton. Topi që këthet prapa tek Shej. Jurgen Vrapi. Fton edhe Arizen. A i rezikon disi situatën, më pas kjo tentativë nga ana e Boje. Ishte Djalo që provoj dhe jo Boje. Por pa gjetur do të kuadratin. Pa arritur të befasoj portierin Arizaj, i cili i adhuroi atë top. E njerë rezikon të si aty Bërjama situatën, sërish të mundësia për Elbasanin. Pasimi në qëndër, pasimi të shpeshta të lojtarëve të Elbasanit që realizojnë në këtë moment. Me Boje 1-1, minuta e 31. Barazon Elbasani. Festojnë edhe tifozët e ardhur nga Elbasani. Një me një. Shojmë pas pak qastesh edhe për sëritën e aksionit. Goditja e sakt në qendër të zonës nga ana e Boje. Shlani lirë Boje në zonë dhe ka pasur mjaft të lehtë të godaz dhe të shënoj. 1-1. Duket se po sjaron diçka gjyhtari Ermis Qelaj me ndimsin e tij në sallën e varit, Kreshnik Cjapin. Vazhdon komunikimi. Vazhdon ende komunikimi i Qelajt me Kreshnik Cjapin, i cili ka vënë diçka me sa duket dhe po e shqyrton me imtësi. Për këtë arsye është ndalur loja. Vazhdon ende të jetë ndërprerë
gjithçka këtu në stadiumin e Vorës. Vazhdon komunikimi i Çelajt me Kreshnik Cjapin. Ndërkohë që Sajdakon në sfidave që luan në këtë moment në fushat e tjera të superiores, përveç Vorës ka shënuar edhe Dinamo City 2 gola përballë Ignatias dhe Flamurtari që fiton 0-2 në fushën e Partizanit. Shohim edhe njerëz për çfarë bëhet fjalë. Pikërisht pra në momentin e golit, zhvërën re diçka. Do shta Sajdakon pozicionit të ndonjë lojtari. Vazhdon ende të jetë ndërprerje loja. Për momentin Vora është ngjitur në kuotën e 38 pikëve në rast se nuk do të akordojë ky gol. Shohim. Ka qenë në pozicion i pa rregullt pra. Vazhdon gjithçka 1-0, anulohet goli i Elbasanit. Ka zgjatur gati 5 minuta komunikimi apo diçka më shumë komunikimi i gjyqtarit kryesor Ermis Çelaj me Kreshnik Cjapin. Pozicioni pa rregull pra konfirmohet nga ana e Çelajt. Edhe njerë sulmon Elbasani. Rikëpërën topin aty Shej që lë të dalë jashtë për një rivënie fundore që i takon Vorës. Gjithçka pra 1-0 ende këtu në Vorë. Vetëm përpara pak çastesh është anuluar goli i barazimit të Elbasanit, shënuar nga Boje. Kasal që e kthen topin prapë tek Arizaj. Pas Luis Felipe që nuk e kontrollon dot si duhet. Rivënia ansori që ekzekutohet më njëherë nga Elbasani, nga Lila. Arsen Kasa për Qosen dhe njëherë Musta. Sërisht Gomes. Arsen Kasa. Lila kombinon me Ibrahimin, më pas Diallo nuk e mbyll kombinimin me Lilën që ka mbetur i dëmtuar pas një ndërhyrje të ashpër. Ka nevojën edhe të ndërhyrjes mjekëve. Lila. Kërë që shojmë pozicionin e pa rregull që anuloj pra golin e Boje.
pak minuta më parë. Shojmë të top në thellësi Arsen Kasa. Kombinimi me Ibrahimin, edhe njerë Gomes që pason për Diallo, por topi ka dalë jashtë, sërish Lila. Arsen Kasa, Lila e aplojen në krahun tjetër, por gjithsesi e zotron topin Emiliano Musta, që sot luan në rolin e mbrojtësit qendror. Clevis Kasa. Ka dalë ai top jashtë, shumë i fort për Clevis Kasën. Me duar zuna, Clevis Kasa me kokë, më pas topi që kthehet njerë tek Emiliano Musta, është Arsen Kasa. Nuk i del ajo thembër Diallos, por e rikupron dhe njerë topin lojtari afrikan. Bunjaku, goditja e tij, rrethësh jashtë kuadratit. Kemi hyrë në 5 minutat e fundit pjesë së parë, 1-0 kryeson gjithmonë Vora përballë Elbasanit në këtë përballje që vlen për javën e 34 të Abisnet Superiore. Me siguri do të ketë një shtesë të konsiderueshme duke parë ndalesën e lojës në minutën e 30 për shkak të ndërhyrjes së VAR-it që anuloi golin e Boje. Edhe njerë ka dy luftime të ashpra në anë të fushës, ka ndërprer në këtë moment lojën gjyqtari Qelaj. Goditja e dënimit i takon Vorës, vrapi për Shein. Harizaj. Edhe njerë Diallo. Nuk qanë do të aty Elbasani drejt zonës, por fiton dhe njerë topin Ibrahimi. Qose për Ibrahimi dhe njerë. Clevis Kasa. Nuk filtron ai top drejt Gomes, edhe njerë largon Vora. Ka një fall ndaj kapitenit Barriamaj. Çibuike për Shein, ai me njerë tek Zuna. Sërish Shej e kthen topin prapë te Arizaj. Shkelmimi fort i topit përpara nga ana e portierit, ndërhyn Musta, më pas Ibrahimi. Qose sërish Ibrahimi e kthen topin prapë tek Arsen Kasa. Ai tek Bunjaku. Gjithmonë Bunjaku dhe në qendër. Pasimi tek Ibrahimi. Qose apet lohet e Clevis Kasa, arkimi ti drejt qendrës, largon me kokë për një moment Shej, vazhdon aksioni, vjen goditja e Ibrahimit, bllokohet
Sërish Elbasani që ngulmon. Qose. Bunjaku. Edhe njerë Qose. Besimi për Gomesh. Filtron ai top drejt Ibrahimit. Më pas ka një rëzim të Ibrahimit. Nuk ka faull sipas gjyqtarit që vazhdon lojën. Barjamaj për vrapin. Ka një ndërhyt parikut ndaj tij nga ana e Diallo. Jemi pikërisht në minutën e fundit të pjesës së parë. Vrapi për Kasharin, edhe njerë Vrapi. Prapa tek Çibujki. Arizaj, Barjamaj. I topi gjatë i Tigrit, si shtë gabuar. Lila e këthen dhe njerë tek Arsen Kasa. A i fton dhe portierin Gega. Kujtojmë deputon sot në abisnet superiore Gega. Për shkak të pezullimit të Toshit që ka mbushur numrin e kartonëve të verë dhe dëmtimit të Janacek. Musta për Klevis Kasën. Boje. Janë 4 minutat e shtesës që sinjalizohen nga gjyqtari i 4 të Laveralla. Rikuperon topin dhe njerë Elbasani. Gomesh e kthen tek Emiliano Musta. Qose. Klevis Kasa, Ibrahimi sërish për Qosen. Ja merë topin aty, numërin 18, Dalipi. Njerë Daka, autori golit të Vorës. Gabon pasi ka pasur edhe një shqetësim nga ana e Qoses. Arsen Kasa sakt gjen Diallon. A i kthen dhe njerë tek Lila, që nuk gjen dot pasimin, por gjen gjithsesi rivënën anësore. Lila, Gomesh. Si është Lila. Ky arkimi i Lilës shkon topi tek Boje që provon, por në mënyrë të gabuar. Arizaj me këtë rivënën fundore. Me kokë aty Arsen Kasa, më pas Barjamaj për Kasallën. Topi drejt qendrës, ndërhyn edhe njerë në vendin e dur, në momentin e dur, Emiliano Musta. Ka goditje nga këndi. Njerë Daka. Kthen topin tek Zuna. Gjithmonë Zuna. Provon të djathën, devijuar, më pas Çibujke. Vazhdon aksionin, arkimi drejtës së dytë. Përfundon direkt jashtë. Loja që do të nisë edhe një herë nga këmbët e Gegas. Arsen Kasa për Lilën. Gomesh, sërish Lila. Dhe Gomesh. Nuk arrin do të avancoj aty Diallo.
Përfiton rivënën anësore. Lila me duar për Arsen Kasan. Aja ndron tërësisht lojën e dërgon tek Klevis Kasa topin. Kristi Qose, Ibrahimi amber topin aty në mënyrë të pastër. Kashari, pasimi për Luis Felipe, pret Gega, e dërgon topin në goditje nga këndi. Kishte rastin më të mirë Luis Felipe për të dyfishuar në këtë fund të pjesës së parë, teksa jemi për te 4 minutave të shtesës. Tjetë ndoshta mundësia e fundit e Vorës, teksa shohim edhe një herë përsëritjen e aksionit dhe gjuetjen e Luis Felipes. Gjuetje e pritur nga Gega. Barjamaj nga Flamuri për Vorën, arkimi i tij jashtë zone, nuk shkon fillimisht tek Vrapi, i cili ka gjuetur, ndërkohë që nuk ka më kohë sipas Ermis Çelajt nga kolegjiumi i Florës, i cili ka dërguar 2 skuadrat në dhomat e zhveshjes. 1-0 kryeson Vora përballë Elbasanit, fal golit të shënuar në minutën e 4 nga Daka që e shohim në plan të parë. Më pas pati i barazim, një gol barazimi në minutën e 30 të shënuar nga Boje, por që u anulua pas rishikimit në sallën e varit aty ku ndodhet Kreshnik Ciapi. Pas një pushimi prej 15 minutash, kthehemi sërish nga stadiumi i Vorës për të ndjekur Vora Elbasani. Jemi kthyer sërish miq të RTS 2 me pamjet nga Vora, ku do të nis pas pak sfida, pjesa e dytë e sfidës mes Vorës dhe Elbasanit. 1-0, 45 minutë që i parë për Vorakët, që realizuan që në minutën e 4 me Dakan. Kujtojmë pati edhe një anulim të golit për Elbasanin në minutën e 30 pas ndërhyrjes së varit, që pa një pozicion të parregut. Rinis pra gjithçka tashmë, më saktë bëhet gati të rinis gjithçka. Nuk duket se ka ndryshime në radhët e të dyja skuadrave. Gjyqtari Çela që kërkon sinjalin për të nisur pra të pjesë të dytë të ndeshjes, por duhet ta bëj pra në uniformitet me pjesët e dyta të 4 fushave të tjera të kategorisë Abisnet superiore. Ende duhet presim pra për rifillimin e pjesës së dytë. Kujtojmë 1-0 kryeson Vora, atë golit të realizuar në minutën e 4 nga Daka. Ende pritet, ndërkohë që bën me shenjë pra Çelaj që topi të vendoset në qendrën e fushës, pasi do të vi vëshëllima pas pak. Vjen në këtë moment vëshëllima e startit të pjesës së dytë. Elbasani ka shkelmuar topin në këtë fraksion të dytë të lojës. Ka shkelmuar i pari dhe sulmon nga e djatha në të majtë e ekranit me fanelat të bardha. Emiliano Musta. Gega. Edhe njerë Musta.
Sa i takon rivalve të tjerë të Vorës, të dyja ndeshjet si Teuta Tirana ashtu dhe Vllaznia Byles janë në barazim 0-0. Shohim këtë zbritje të Vorakëve, por kontrollohet topi nga ana e portierit Gega, i cili nis me njerë Arsen Kasën. Diallo. E mban Diallo brenda vijave kufizuese topin. Loja që hapet edhe njerë në të majt, ku është Klevis Kasa, i për Bunjakun, që ose e lë për Boje, edhe njerë ngulmon Elbasani, Ibrahimi që dërgon këtë top për Boje, për para nuk e shfrytëzon, por vjen në këtë moment goli. Fillimisht nuk e shfrytëzoi dot Boje, por më pas në tentativën e dytë arriti të realizojë. 1-1, minuta e 47. Ishte ai që realizonte edhe në minutën e 30, por në atë rast goli ju anulua nga vari. Nësa këtë radhë duket se gjithçka është e rregullt. 1-1 mes Vorës dhe Elbasanit. Barazimi Boje me numër 70. Shohim edhe një herë përsëritjen e aksionit, ky top në thellësi, fillimisht e goditi Boje, u ndal topi nga ana e qendërmbrojtësit të Vorës Çibuike, më pas edhe një herë tjetër në tentativën e dytë, Boje nuk e gabuar. Shohim tashmë se cili do të jetë reagimi i Vorës, që e ka më të domosdoshme fitoren në këtë përballje, duke ditur luftën për mbijetesë që po zhvillon kjo skuadër. Që Elbasani e ka siguruar objektivin minimal për Final Fourin. Ka një moment zëmundësimi. Lojë është Karica me numër 7. Do dalë numri 18. Dalipi. Dalipi pra, Karica me numër 7 në lojë. Edhe njerë arkimi drejt zonës së Vorës, topi që mbetet aty nuk shfrytëzohet nga Qose, vjen edhe Bunjaku. Klevis Kasa. Qose edhe njerë. Rikupron topin aty Barjamaj, por më pas gabon në pasime edhe njerë gabon ata të Elbasanit, mundësia tashmë për Vorën. Top në zonë drejt Dakas, ka dalë më përpara portieri Gega. Edhe njerë Bunjaku, Qose, Gomes, Musta. Sërish Musta e plojën tek Diallo. Kasa. Ibrahimi kthen prapë te Musta, edhe njerë ngulmojnë Elbasanasit. Bunjaku e u mbet nga zotrimi, Daka rifiton topin, më pas Barjamaj, Kasalla, Kashari. Pasimi prapa tek Çibuike, më pas Karica. Sa po futuri në fushën e lojës, topi saktë i tij në të djathtë, është Zuna. Kashari edhe njerë kombinon me Shein. Ka edhe një zëvendësim pra në radhët e skuadrës së Elbasanit.
është numri 24 Ori në fushën e lojës në vend të Lilës. Shojmë çfarë do të sjellë kjo goditje nga këndi për Vorën. Vjen Arkimi, ka dalë portieri Gega. Qose Kleviskasa. Ibrahimi për të sapo futur Enori. Ibrahimi dhe një prapa tek Musta. Kleviskasa për Ibrahimin, rifiton topin Vora. Barjamaj. Pasimi për Kasallën që nuk e kontrollon dot si duhet, u mbet një mundësi të mirë shënuesi më i mirë i Vorës. Thjesht duhet ta kishte kontrolluar pak më mirë atë top të marrë nga Barjamaj. Ndërkohë ka një problem për njëri nga futbollistët e Vorës, është Kashari me numër 21. Gega me këtë top drejt Qosas, ka kërcyer aty Daka. Ka një vëshëllim të gjyqtarit Qele. Është nevoja për ndërhyrjen e stafit mjekësor të dyja skuadrave. Fillimisht hyri stafi i Vorës, më pas në këtë moment vjen edhe stafi mjekësor i Elbasanit. I shqetësuar duket Bellaj në stolin e Vorës, teksa shoh edhe një herë mundësinë që kishte skuadra vorake pak çaste më parë kur Kasalla nuk arriti do të kontrollonte mirë topin e marrë nga Barjamaj. Goditje dënimi për Vorën, pranë topit vrapi, po ashtu dhe Barjamaj. Ikën Barjamaj, mbetet vetëm vrapi pranë topit. Arkimi vrapit në zonë. Goditja me kokë pret Gega, topi që mbetet aty, më pas largohet nga ana e Arsen Kasës. Edhe njerë Barjamaj. Nuk i ndahet Boje. Daka e kthen topi prapë tek Rizaj. Me kokërje. Pas djalo e kthen prapa tek Arsen Kasa, Ibrahimi tek Orje. Këtë është kombinime të futbollistëve të Elbasanit, top që kthehet tek Arsen Kasa, ai për tek Emiliano Musta. Musta e ndron lojën, e dërgon në të djathtë, por nuk e kontrollon dot si duhet topin. Djalo. Teksa shohim edhe një herë goditjen e pak çasteve më parë me kokë. Gana. E njërit prej mbrojtësve qendror, në mos gaboj Dajan Shehit të Vorës. Karica. Nuk shkon topi në të majt, tek vrapi edhe njëre mundësia e kundërshtimit për Elbasanin. Djalo për Gomes, edhe njëre Djalo e kthen topin prapa tek Ibrahimi.
Kevis Kasa kthen tek Emiliano Musta, i akoma më prapë te portieri Redon Gega. Orje. Kristi Qose nuk shkon topi i tij i adresuar drejt Orje. Harizaj. Kujtojmë, Elbasani vjen nga një fitore e vyer, e arritur përballë Vllaznisë 2-1 javën e kaluar. Ndërkohë që Vora fitoi në transfer në fushën e Egnatia 0-2. Vora që duhet thënë se gjatë muajit prill nuk njeh humbje në kampionat. Një shojmë të zbritje shumë i fort topi për Barjamaj. Po thoshim pra, nuk një humbje Vora në kampionat, pasi përveç fitores me Egnatin në transfert, ka barazuar me Vllaznin 0-0 dhe me Flamurtar 1-1, ndërkohë që ka mundur Teutën 1-0 në këtë stadium. Qarkullojnë dhe njerë topin, prapa vi futbollistët e Elbasanit. Arsen Kasa avancon ai, pasimi për Bunjakun. Nuk i ndahet aty zona, me thembër Bunjaku për Diallo. Pas Kevis Kasa. Pasimi te Gomes. Ai e kthen prapa te Musta. Ka një ndërhyrje të parregullt të kapitenit të Elbasanit ndaj Luis Felipes. Ndërkohë vazhdojnë pa gola dy ndeshjet Teuta Tirana dhe Vllaznia Bylis. Shohim të gol të Vorës me Karicën. Por ka një pozicion të parregullt. Dorë ngritur lart nga gjyqtari. Nuk është i vlefshëm goli, shohim në këtë moment më i avancuar lojtari i Vorës, Daka, cili ka dërguar topin në qendër, aty ku Karica ka goditur duke mposhtur portierin Gega, por nuk vlen goli. Një gol i anuluar edhe për Vorën. Nota e 59. Gol i anuluar për Elbasanin në të 30-ën, tashmë në të 59-ën. Shohim ka një komunikim me sallën e varit, por konfirmohet pra anulimi i golit. Pozicioni i parregullt i Dakës, që mori topin fillimisht, më pas i dërgoi në qendër. Anjer Musta i bën presion aty Barjamaj, topi gjatë i Mustës përpara me kundërhyrjen Shei. Kashari tek Çibuike, që detyrohet ta kthejë topin prapa tek portieri Harizaj. Barjamaj për zonën, por shumë i fort pasimi. Del jashtë topi. Gomes, Ibrahimi. Pasimi ti sakt, pas sërish Gomes. Del përpara Arsen Kasa, e dërgon topin në të djathtë, ku është Orje hy në zonë nga e djathta, e dërgon në qendër, bllokohet pasimi, edhe një herë rikuperon topin Elbasani, pasimi për Diallo. Qose
Topi shkon tek Klevis Kasa, edhe njerë Emiliano Musta. Në dy luftim aty me Luis Felipen, thon Musta. Besimi për Boje. Pas rishket aty Diallo, edhe njerë mundësia për Vorën. Ky topi saktë drejt Dakas. Barjamaj avanson nga e djatha. Nuk i ndahet Klevis Kasa që janë merë topin. Njerë Emiliano Musta për Ibrahimin. Boje, sërish për Ibrahimi. Gomes, Boje. Orje. Rifiton topin në Vora me Luis Felipen, por rikuperon përsëri Elbasani me Diallo. Edhe njerë umbet topin skuadra Elbasanase. Daka. Pasimi prapa tek Kashari. Edhe njerë Gulmon Kashari. Aplojen në të majt. Është vrapi edhe njerë Karica. Arkimi. Njerëgohet me kokë topi nga ana e Arsen Kasës. Mund të dalë dhe njerë për para Elbasani. Orje. Arsen Kasa, sërish për Orje. Ka një fall ndaj Arsen Kasës. Nga ana e Luis Felipes. Teksa shojmë dhe njerë pozicionin e Paregu të pak qasteve më parë në momentin e golit të anulluar të Karicas. Riviton topin Elbasani aty. Bunjaku mund të dalë për para, ja merë sferën pikërisht numri 10 Kasala. Karica me këtë top në thellësi ka dalë portieri i Elbasanit Gega. Gomes e merë topin, por me fall sipas gjyqtarit Kashari. Goditje dënimi. Se shojmë dhe njerë mundësin që duhet të ishte shfrytzuar ndoshta më mirë nga ana e Dakas, cili ka lejuar kohë për të dalë portierit Gega. Arsen Kasa. Orje. Pasimi për Diallo. E ndron ai tërësisht lojën e dërgon në të majt ku është Bunjaku. Bunjaku tenton të hyjë në zonë, nuk e lë Zuna. E blokon, pretendon për fall Bunjaku. Vazhdon lojën gjyqtari, më pas Zuna gabon tërësisht. Ja dorëzon topin Bojes. Diallo. Gomes, dërin aty Kasala, por topi bëhet i mirë më pas për Bunjakun që ka provuar, por nuk ka vënë në vështirësi portierin Harizaj. Edhe njerë mundohen të organizohen lojtarët e Vorës. Zuna. Pasimi për Barjamaj. E ka ndërhyrë aty sakt Klevis Kasa që lëshon këtë top në zonë, por aty ku nuk ka asnjë lojtar të Elbasanit. Karica. Luis Felipe. Luis Felipe. Luis Felipe. Gjua nga jashtë zone, por gjuajtja është e pasakt. Bët gati për të tjera zëmundësi me skuadra Elbasanase. Ibrahimi prapa tek Arsen Kasa, edhe njerë Gega. Emiliano Musta. Klevis Kasa ka një fall ndaj anësorit të majt. Godit dënimi për Elbasani është ekzekutuar me njerë nga Kristi Qose, por ka përshenjë gjyqtari për ndalur lojën.
kemi zëvendësime, por jo, vazhdohet njërë loja. Rikuperon topin Vora, Daka. Kalon Ze Gomez, më pas Arkimi. Shumë i fort, rishtysu dy, se si topin mbrihet nga Karica. Karica në dy luftim me Orje. Thmon Karica. Bernard Karica, kthehet topi prapa tek Vrapi. Kashari. Shi. Shkon topi në të djath. Tek Zuna, edhe njerë Daka. Shi. Ja bën tërësisht Vora në këtë moment. Tjetë momenti për zëvendësimet e Elbasanit. Do tjetë në lojë numër 22 Leshi dhe numër 41 Borici. Do dalë numri 70, autori golit Boje. Do dalë edhe Ze Gomez. Do tjetë në lojë pra Leshi. Borici zëvendëson Boje. Kurse Leshi zëvendëson Ze Gomez. Sfëmohet aksioni i Vorës. Edhe një mund të dalin ata të Elbasanit dhe umbet topin Borici, Daka. Barjama i blokohet aty nga Musta, edhe njerë Borici me kokë për Diallo. Mund Diallo nga e djatha. Zebër të unë e ndalë Kashari. Preke fundit të shpikër ishte lojtarit të Elbasanit. Njerë Karica me këtë top të lartë drejt Dakës. Thmon Daka. Topi ëmbël në zonë, më pas goditja! Luis Felipe realizon 2-1, kryeson Vora. Minuta e 69. Realizon ashtu si që kishte premtuar Luis Felipe. Dy me një Vora. Ka dhe ovacionet tashmë në stadiumin e Vorës, ku tribuna është e mbushur plot. Dy me një pra, teksa shohim edhe njerë përsëritjen e aksionit. Aksioni finalizuar si përfundim nga Luis Felipe. Karica prej që shërbiu me kokë. Ndërkohë shohim golin e Elbasanit. Barazim 2-2. Nuk ka zgjatur shumë avantazhi. Dhe më njerë realizon Elbasani me Bunjakun. Minuta e 71. 2-2 me njerë.
Shojmë aksionin përderisa ishim duke u marrë ende me golin e shënuar nga Luis Felipe. Ky top në zonë që është dërguar në rrjet nga Bunjaku. E njërë Kristi Qose. Levis Kasa. Boric për Bunjakun. Kthehet dhe njërë topi prapa tek Musta. Gega. E mban Elbasani me urja të top, jo, nuk e mban do të brenda vijave kufizues Sansori i Elbasanit. Edhe njerë ngulmon Karica, Arkimi, largon Musta. Sërish ngulmon Vrapi, por topi që del jashtë. Ndërkohë vjen një lajm jo i mirë për Vorën, përderisa ka kaluar në avantazh Byles në fushën e Vllaznis. Ndërkohë që vazhdon 0-0 Teuta Tirana. 2-0 kryeson Dinamo përballë Ignatias dhe 2-1 po fiton Flamurtari në fushën e Partizanit. Ka një ndales të lojës, goditje dënimi për Elbasanin. Ka nisur të ndihen tashmë edhe tifozët e ardhur nga Elbasani, teksa shohim përsëritjen e golit shënuar nga Bunjaku. Ky është goli i avantazhit të përkohshëm 2-1 i shënuar nga Luis Felipe për Vorën. Dhe pas vetëm 2 minutash barazoi Elbasani me Bunjakun. Elbasani që për momentin është në kotën e 63 pikëve, 60 ka Vllaznia që po humbet përballë Byles. Vjen tjetër zëvendësim për Vorën, del nga loja Kashari, numër 21. Në fushë është Patrik Bardhi me numër 11. Ibrahimi. Pasur një devim topi nga ana e Kasallës. Çibujke. Prek topin e parë Patrik Bardhi, por e dërgon jashtë. Teksa shohim edhe pozicionin e rregullt të lojtarëve të Elbasanit në momentin e golit të barazimit të shënuar nga Bunjaku. Përpiqen edhe njëra ata të Vorës, por largohet topi nga Ibrahimi. Çibujke, topi lart, dërën aty Qose, rivënia Ansori i takon Vorës.
Bata i to brenda vijave kufizuese, por i takon tashmë Vorës që sulmon nga e djatha Barjama, e topi në qendër, gol, jo, dhe shkon topi, po shkon në rrjet. 3-2, minuta e 76. Kësa radhe duket se vlen goli i shënuar nga Karica, Bernard Karica. 3-2. Merë masat me njerë Bellaj për të mos pësuar një tjetër gol të shpejt si ai i Bunjakut. Kësa shojmë dhe njerë aksionin, Luis Felipe që e la të top të shkonte te Karica, i cili goditi jo me forcë, por me saksin e dur. Edhe pse o duk sigur e pritin në një moment topin në portieri Gega. 3-2. Shi e dërgon topin në rivan jansore, kur ka mbetur dhe gati 13 minuta loje. Ka realizuar Tirana në fushën e Teutus, teksa bëhet gati Elbasani për 2 zëvendësime të tjera. Lojë do tjetë Telaj me numër 99, do dalë autori i golit të dytë Bunjaku. Dhe Nongo në fushë do tjetë ai, shohim në vend të cilit pikërisht del Diallo. Pra në fushë është Nongo me numër 7. Rifiton topin aty Patrik Bardhi që përpiqet të nis përpara Luis Felipe, i cili ka pësuar një të shtyr, gjithsesi vazhdon loja. Me topin në zotërim Arsen Kasa. Telaj. Gega. Arsen Kasa. Besimi për Qose. Uri, këthen topin prapa të Gega. Rivën jansore për Vorën, ekzekuton vrapi, por është dalur loja. Sinjalizon rifillimin e Luis, gjyqtari Qelaj. Me duar vrapi, nuk shkon ai top të Luis Felipe, ka lexuar gjithçka Ibrahimi, më pas tenton të rikuperojë topin Karica, nuk e merr dot Ibrahimit që ka mbetur i dëmtuar, gjithsesi rifiton topin në Vora, pasimi për Dakan që gjuan pret Gega, topi që mbetet aty, tjetër tentative Karicas që përfundon jashtë kuadratit. Jashtë kuadratit, gjuajtja e Karicas, minuta e 80. Tjetër mundësi për golin e 4 të Vorës. Kjo është gjuajtja e Dakas, e pritur nga Gega, më pas gjuajtja krejtësisht për të harruar e gabuar e Karicas. Gega me këtë rivën e fundore. Nuk e mbrin atë top Karica. Gulmon Borici,
E humbet nga kontrolli sferën, por ka faull ndaj tij sipas gjyqtarit Çelaj. Tjetër zëvendësim për Vorën. Gjet në lojë numri 8 Hasaj. Dalë numri 10 Kasalla. Irgi Kasalla. Nuk arriti do të lërë shenjën e tij sot ai. Është Hasaj pra në vend të Kasallas. Top drejt zonës Vorës, arkimi i Klevis Kasës përfundon direkt në duart e Arizaj. Topi gjatë i ti për para me kokë Musta. Barjamaj. E aplove në të matë ka Rica, rëzohet në hyrje të zonës, ai ka faull sipas gjyqtarit. Ka edhe karton të verdh për ansorin e djathtë të Elbasanit, Ori. Goditje dënimi për Vorën, kur ka mbetur edhe gati 7 minuta lojë nga koha e rregullt. Në topit është kapiteni Barjamaj. Vjen kjo goditje jashtë kuadratit. Gjithsesi mjaft e rrezikshme tentativa e Barjamaj. Ibrahimi prapa tek Giga. Arsen Kasa tek Musta, ky topi i gjatë përpara i tij drejt të Leshit. Kontrollohet gjithçka aty nga mbrojtja e Vorës. Vrapi. Topi gjatë i tij drejt Dakas, Daka, del Gega, topi që mbetet në zotrimin e Dakas, gjithmonë Daka, tashmë edhe një sfera që zotrohet nga Gega, cili e ndoqi deri në fund Dakën. E humbet topin Arsen Kasa aty. Ka mbetur i dëmtuar njëri nga futbollistët e Vorës, teksa shohim edhe një rastin që pati autori i golit të parë Daka. Goli të parë për Vorën. Ka mbetur i dëmtuar pikërisht Zuna. Teksa shohim edhe një përsëritje e goditjes së dënimit të ekzekutuar nga Barjamaj. Shi. Kthehej një topi prapa tek portieri Ariza, rrezikon disi ai, gjithsesi e dërgon përpara Ibrahimi. Leshi. Qose nuk shkon topi tek Delaj. Daka dhe njerë nga bënë passim. Me kokë Delaj, kontrollohet këtë gjithçka nga Patrik Bardi që kthen topin prapa me kokë tek Arizaj.
Njerë Patrik Bardhi ka hapësirë nga e djathtë ta avancon ai me hap galopant. Simi tek Daka. Njerë topi që kthehet prapa tek Hase. Shej sërish për Hasan. Hariza me këtë top të gjatë për para. Hariza me kokë, më pas vrapi. Shej Patrik Bardhi. Ka ndërhyrje ndaj tij, por vazhdohet loja. Ka mbetur disi dëmtuar Patrik Bardhi. Çibuike. Arsen Kasa, fton edhe portierin Gega, i cili e shkelmon fort përpara topin. Me kokë Çibuike, ka fal ndaj qendërmbrësit të Vorës. Ka problem për portierin Harizaj të Vorës. Shkon gjyqtari Çelaj të verifikoj gjendjen e tij. Edhe gati 2 minuta e gjysmë nga përfundimi i kohës së rregullt, natyrisht do të ketë shtesë. Siç bëri me shenjë edhe gjyqtari Çelaj. Çibuike për Shen. Ky top drejt Dakas me gjoksa ai nuk e çon dot tek Zuna edhe një herë. Gulmon Elbasani, por ka një ndalesë të lojës nga gjyqtari. Njerë përpishet aty Vora, largohet topi nga Musta me kokë Delaj. Zuna tashmë i dal në qendër të mesfushës. Hariza, topi gjatë i përpara me kokë Karica, Daka, Mondaka, besimi për Karicën. Karica shmang Mustën, goditja! Super gol i Bernard Karicës. Minuta e 89. Katër me 2. Feston Bernard Karica. Super realizimi numrit 7, goli i dytë personal në këtë sfidë. Pas golit të minutës 77. Pas golit të minutës 77, pra vjen edhe ky i minutës 89. 4-2 për Vorën. Vora që e sheh veten tashmë në vendin e 8 me 38 pikë, pas sa ka dhe Tirana që po fiton në Durrës. Fiton edhe Bylisi në Shkodër. 38 ka dhe Bylis. Po është ka edhe Teuta në këtë moment. Janë 3 minutat e shtesës. Në këtë fund të takimit, tjetër mundësi për Vorën, debërton aty Luis Felipe, por mbaron fusha. Ka një devijim, ka goditje nga këndi për vendasit, kur kemi hyrë pra në minutën e parë të shtesës. Edhe Elbasani mbetet në krye me 62 pikë, sa ishte pra në fillim të kësaj sfide
Duke ditur që po umbet edhe djegësja më e afërt Vllaznia. Pasimi për Patrik Bardhin. Ai e kthen prapa te Dajanshi, i cili luan kundërisht skuadrës së tij. Është pikërisht një Elbasanli. Dajanshi. Topi për Hasaj. Hasaj, Arkimi. Largohet për një moment topi. Ka goditje nga këndi. Pasi prekja ishte e Emiliano Mustas. Barjamaj, e le për Hasaj. Gulmon Hasaj aty. Pretendon për një tjetër goditje nga këndi, por nuk është i të njëjtin mendim asistenti i gjyqtarit kryesor. Loja që do të nisë edhe njerë nga këmbët e Gegës. Kokarica. Bardhi për Barjamaj, nuk depërton dot ai aty. Sulmi shpejt i Elbasanit, dela nga e majta, Arkimi drejt zonës, përshkron të gjithë pasyrën e portës topi edhe më pas del jashtë. Mbetur i dëmtuar, ndërkaq njëri nga futbollistët e Vorës është pikërisht kapiteni Barjamaj. Shën dhe njerë topin që doli jashtë. Në rastin e pak qasteve më parë, në rastin që krijoi Elbasani. Vazhdon Barjamaj të marrë ndihmën mjekësore. Teksa jemi në sekondat e fundit të 3 minutave shtesë. 4-2 për Vorën, përballë Elbasanit. Harizaj me këtë top të gjatë për para, që shkon tek Karica. I ndërën aty Arsen Kasa, por e mbyll këtu gjyqtari kryesor këtë sfidë me fitoren 4-2 të Vorës përballë Elbasanit, një fitore me goleat, nëse mund ta quajmë kështu, për skuadrën vorake që vazhdon rezultatet e suksesshme, ndërkohë që gjithçka erdhi fal golave të shënuar nga Daka në minutën e 4, nga Luis Silva në minutën e 69 dhe nga dy gol që i Karicës në minutën e 77 dhe të 89, ndërkohë që për Elbasanin realizoi Boje në minutën e 47 dhe Bunjaku në të 71. 4-2 pra për Vorën, që gjendet tashmë në vendin e 8, praktikisht aty ku ishte, por me 38 pikë, aq sa kanë edhe Teuta Tirana dhe Bylis, ndërkohë që 35 ka Flamurtari. Nga ana tjetër mbetet në krye Elbasani pavarësisht kësaj humbje me 2 pikë avantazh për momentin kundrejt Vllaznisë së vendit të dytë. Ishte gjithçka sa takon transmetimit të Vora Elbasani, miq të RTS 2 bashk. Mirë dëgjofshim në takimet të tjera të Abisnet Superiore.